Po mi po ke drejt, po ka edhe nga ata nuse që martohen, dhe më thonë dhe shkojnë të prindrit e burrit ka shtëpinë e vet edhe munohen me nxjerr prindrit e burrit nga shtëpia e vet, e kupton? Ka histori njerëzimi. Dhe me thënë, shkon tjetra, i thot ikni nga shtëpia prindërve të burrit, ti ki prindi burrit nga shtëpia e vet. O torollaka, të funksionon mendorja apo s'funksionon mendorja fare. Ku shkoj jemi? Shko ti me ikti nga shtëpia. Ti duhet ikesh nga shtëpia e prindërve të burrit, jo prindët e burrit ikin nga shtëpia e vet. A jeni normal apo jo? Jeni në këtë dynjaj apo a ju ka lanë mendorja fare? Ke shumë të drejtë, pra normale që fëmia kur të martohet duhet t'i në shtëpitë vet, gruaja me burrin t'ikin të bëjnë çfarë duan, thyn kokën atje, janë gjërat e veta, të bëjnë çfarë duan. Ke të drejtë. Momentin që për shembull prindërit jetojnë vetëm dhe vjen djali me familjen e vet për vizitë prindërit, normalisht që duhet t'i bëjnë nusja dhe djali, jo vetëm nusja, djali dhe nusja ta pastroj shtëpinë që e kanë bërë pist. Do me thonë shtëpinë që llumi që kanë bërë fëmijët e vet dhe ato vet ta pastrojnë edhe pastaj tikin. Ktu ke drejt. Jam plotësisht dakord me ty. Ju trollaket që ju thoni prindërve të burrit ikni nga shtëpia. A jeni normal në këtë dynjë apo s'jeni normal? Si i kanë vjera dhe vjeri nga shtëpia, se shtëpia vet o gru. Rregullo edhe ti shtëpinë tate edhe bëj çfarë dush, dil ti nga shtëpia. Shpun ka, si mund të thosh tjetri dil nga shtëpia jote. Do me thonë vetëm shqiptarët e gjë këtë gjën. Dil nga shtëpia. I thot tjetri dil nga shtëpia e vet. E kuptoni çfarë bëhet? Hajde budallaqe, hajde. Thirrni mendjes, thirrni.